Kongresi i Shteteve të Bashkuara ka miratuar një fond prej $200 milion si asistencë sigurie për shtetet e Baltikut, teksa intensifikohet aktiviteti rus në krahun lindor të NATO-s. Fondet që janë miratuar këtë javë në kuadër të shpenzimeve për vitin fiskal 2026 garantojnë fondet për Estoninë, Letoninë dhe Lituaninë në iniciativen për siguri të Baltikut. Paketa prej $838.7 milionëve në nënshkruan nga presidenti amerikan Donald Trump më treshkurt para rritje të bashkëpunimit mes tre shteteve baltike, pavarësisht përpjekjeve të kaluara të Pentagonit për t'i eliminuar ato. Rreth $10 milion shtesi janë ndarë Estonisë nga programi për financimin e ushtrive të huaja, teksa fondet të cilat tallin i ka përdorur më parë për të blerë pajisje HIMARS, raketa Javelin dhe predha artillerie të kalibrit të madh. Ky është parandalim shumë i mirë për aleatët tanë të Baltikut, ka thënë kongresisti Dom Bakon të përgjigjet të Radio Europa e Lirë. Ai ka thënë se kjo çështje është kthyer në prioritet sipas Departamentit Amerikan, ka dhënë sinjale për ndalje të fondeve për programin. Kongresi është i përkushtuar për aleancën e fuqishme të NATO-s dhe e dim që duhet vëmendje e madhe për sa i përket Baltikut, ka thënë ai duke shtuar se historia është dëshmi për rrezikun që kanoset nga braktisja e angazhimeve globale. Shumica në Kongres janë të përkushtuar për NATO-n dhe e dim që kemi nevojë për miq për të luftuar Kinën, Rusinë dhe Iranin. Nuk mund ta bëjmë vetë. Amerika vetëm është një Amerikë dobësuar, ka thënë Bakon. Tri shtetet baltike, të gjitha anëtarët të NATO-s dhe mbështetësit të Ukrainës kanë parë shkelje të hapësirave të tyre territoriale për aeroplanet dhe dronet rus në muajt e fundit. Bakon ka thënë se lufta e Rusisë kundër Ukrainës së shpejti po hyn në vitin e 5 është kërcënim për te kufinjve të Ukrainës. Ai ka thënë se mënyra se si përfundon konflikti më i përgjakshëm në Europë prej përfundimit të luftës së dytë botërore do të formësojë ambientet e sigurisë për shtetet baltike dhe fqinjtë e tjerë më të brisht.